që këta kanë me u dënue. Çështja që në Kosovë nuk po merremi me ndërtimin e një strategjie, çka nëse i dënojmë, cila është mënyra për me apelu atë vendim, po entuziazmohemi këtu me kësi patetizma e folklorizma të kota. Kisha pas qef me qenë gabim, po e thom, por dënimi është gati. Këtë gjykat për ma tepër asë me luë me dosje të servisë, mos harroni, ka nisë mbi akuzat e dikmartit, ka ra ai raport, por ka me gjykata. Po mirë, mos harro se tashmë kemi dhe një reagim që vjen nga kemi parë Kosovën, Shqipërinë dhe me sa duket dhe Maqedonia e Veriut me një draft rezolut, po shohim që shumë eksponenta, po mu themi personazhe të rëndësishme të politikës edhe jashtë që po kërkojnë dhe angazhimin e SBA-ve në këtë proces. Pra, mendon se do të ketë ndikim kjo se dhe në artikulimin publik ngjan pak apo të rëndon kur ti e dëgjon këtë artikulim që edhe do të ndodhë dhe ata do të dënohen. Në një kohë që ka edhe shkallë të tjera edhe Haga ku ata mund të apelojnë vendimin deri në kushtetuese. Në fakt, edhe pse ka pikpyetje të mëdha në mënyrën se si funksionon ajo gjykate dhe për instancat më lartë në këtë institucion të drejtësisë që prap gjyqtarët shihen si politik. Patjetër, këto çështja na mujm me hamendësue na si rezoluta, mirë që janë bë, por janë të pafuqishme me ndal procesin. E dyta, unë që kur ka ardhur Donald Trump në pushtet, në Kosovë ka pas një shpresë naive edhe një frikë naive. Dikush ka friksuar nga Trumpi për shkak të pushtetit vendor, dikush ka shpresuar që ka vendrua drejtimi i gjykatës. Na sot po jetojmë në një epokë ku balanci i fuqive të mëdha po ndron. Geopolitika dhe aleancët e vjetra po ndrojnë, që i bjen sot Bashkimi Evropian. Të paktën 3 vende më të forta, Anglia, Franca dhe Gjermania, i kanë marrëdhënie në pikun më të ulët me SBA-n, që i bjen që gjykatë është në jurisdiksionin e Bashkimit Evropian. Pra Amerika përkundër dëshirës që mund të pas, ose më saktë administrata e Donald Trumpit, është e pa zoja ose e pa fuqishme me ndërhyj aty. Pra unë po bëj këshill, po bëj test publike, duhet me mobilizuar nivel kombëtar, jo më Prishtina vetë, po Tirana, Prishtina, Shkupi, kudo që kashi, mënyrë që me ndërtuar një strategji, qysh me këtyja adherim brapa. Verdikti i shkallës parë ka me qenë dënues edhe ka me qenë fatal për ata djemë që kemi në Hagë, por për të jetën e djemve, ka me qenë fatal për ne. Na bëjmë rezoluta, konflikt që me vonesë, për ma tepër nuk janë të sinqerta. Të paktën nga ana e Prishtinës, këto thonë me siguri plot. Këtë rast, Edi Rama po ka pasur prej fillimit një rezolut, fillimisht por merrzuat raportin e dikmartit. Kjo e tanishmja që u bë para një javë në zgaboj, por Prishtina nuk është e sinqert. Prishtina një pjesë e mirë kanë teatrale. Ata në shumë heshtje e në baza shumë intime, ata dëshirojnë atë në intimitet, dëshirojnë që me u dënuar janë tonë. Prandaj për mua ka pak shpresë, sepse s'ka mobilizim të sinqert faktorit politik shqiptar kudo që janë në Ballkan. Edhe kjo fatkeqësia jote. Ne nuk po merrna çysh kemi me zhbon këtë dëm, po jemi të marr më shumë me deklarata ditës edhe me një shpresë naive që kanë me dalë pa fajshme, unë po them sot. Pse nuk e lexon apo pse nuk e barazon me situatën e Ramush Haradinajt në një kohë që pretenca kërkoi 25 vite, ndoshta ishte një gjykat tjetër, por që i kanë patur të njëjtën moment gjykimi pra për çështjen e luftës dhe doli pa fajshëm. Mos harroni, tribunali i Hagës që ngrit atë kohë Jugosllavi ka qenë gjykat e një vend, në kuptimin që i ka dëgjuar deri në fund për provat e mbrojtjes, akuzat e palës akuzuesve të prokurorisë, edhe në fund ka marrë vendim. Kjo gjykat nuk është si e Hagës, kishte më qenë si e Hagës, kuptimin që kishte respektuar do standarde, do norma juridike ndërkombëtare, unë isha kon krejt i relaksuar, por kjo gjykat është speciale edhe e papam nga herë në historinë e gjykatave ndërkombëtare, pa çka se me ligjet e Kosovës. Pra, nëse dikush po hamendson se kjo është njëjtë si ajo gjykate e Hagës, por bes ose s'marr vesh kur gjon proces, ose ka shumë fshetas dëshiron më dënuar djenton, por këto nuk e përmend për shkak se e pret verdiktin final, vetë nuk shprehet edhe ta presim vendimin. Pra nuk është si e Hagës kjo. Kjo është ket e papame, po them. Është speciale, por nga absurdi që e kemi pa për këto 3 vite sa kanë zgat procesin e pashtë të tjerë. Edhe unë nuk kam prapo e them, nuk kam dilema. Kishme qenë gjykat normale, ka të janë shkel lirit edhe të njeriu. Jo e keni pa që Hashim Thaçi me 100.000 probleme e kanë lënë me arë veç pak orë të varrimi, pas varrimit të babës. Jo kanë ndaluar disa drejta elementare. Ka qenë një kohë kur janë ndaluar edhe vizitat nga familjarë e të afër me aty në burgosëm atje. Pra kemi pa një maskaratë të tërë, por më tepër po them, aty janë dosjet e servisë, është u fol me dosjet që ka përgatitur Beogradi.
Edhe ato dosje tash duhet me ul nivelin tonë të përfaqësuesve të çlirimtarëve tonë, me u mbrojt nga akuzat e shpikëve të Beogradit. Pra mujen keq, edhe nuk pres kur gjë për gjykatës. Mu kam vjen sikleti, edhe kam vjen për shqetësona për faktorin vendor këtu që s'jam ka vënë aq sa duhet, madje s'e ka vënë kur gjë hiç. Pra kesa është e rëndësishme padyshim, verdikti popullor është prapë i rëndësishëm, por nuk ndikon gjykatë. Kjo gjykatë është këtë neutrale, ka shit çdo ndikimi të jashtëm. Na do të me thonë strategji tjera, lobingje nën tavolinë, që besa keq të publikisht, po duhet të provohet me bleja të gjyqtarë pa u bë dombi. Nëse se bëjmë këto, kam problem. Paktën ditët e fundit që kam marrë vëmendjen edhe në studiot të televizive në Shqipëri dhe në Kosovë, çështja e ish-kerëve të UÇK-s aq më tepër, kur u kërkua nga prokuroria e tribunalit 45 vite për secilin prej tyre, patë një lloj shprese që edhe mund të ulet, pra kjo 45 ndonë se është gati një burgim për jetë, pra promotion dhe angazhimin e tyre, edhe mund të ulet duke krahasuar dhe me raste të tjera si në Kroaci, si në Serbi, por edhe më themi eksponentë të tjerë që kanë patur pak a shumë të njëjtën situatë gjykimi. Pa shkuar në apel dhe pa kërkuar fajsi, po vetëm në mënyrë hipotetike. Ata kam një periudhë të gjatë kanë qëndruar edhe në qeli. Çfarë do të merret parasysh nga qëndrimi i tyre në qeli, pa një vendim gjyqësor, por ndërkohë që pristin gjykimin e tyre? Para punës, nëse dënohen që kanë mu dënuar, këto vitet e para punës. Azdren, kur e thua me këtë lloj bindje më trëmb, prit ta presim verdiktin final. Po, udhëheci i madh i bosnjakëve ka një shprehje, ma mirë më kallëdon një të vërtet illull se sa një rend ëmbël. E na po kemi qef me nguar rendën e ëmbël. Unë s'kam dilema, dhe unë kur e them Nina shumë keq, sepse ka 2-3 vite të fundit që apeloj e luftoj angazhona politikisht kundër kësaj gjykate, po aq i bën gjykatës, pra kanë mu dënue. Kjo është mirë me ngul gryje, na dhe me ndërtu strategji çka pas dënimit. E para kjo. Pra e dyta, ajo kërkesa për 45 vite është kërkesë maksimale, pra e din që s'ndodh ashtu. Madje, këtu po thejën 2 licitacione, edhe ai Jugosllavisë, e cila nuk parashet dënim më shumë se 15 vjet, edhe ky Kosovës së Fuqi, që dënimi kapital është 30 vjet. Por ka e din, e bëjnë kërkesën maksimale 45, mënyrë që kur dënohen më pak, neve me na dok i pranueshëm edhe me qenë i pranueshëm dënimi. Pra kjo strategji na e dim